Zërat e fëmijëve të korit Ocarina kanë njohuar në qendrat më të rëndësishme të muzikës evropiane. Nga atmosfera intime e një kishe historike në Hamburg e deri te madhështia e Filharmonisë së Berlinit, kori nga Kosova ka shkruar kapitull në historinë e tij artistike. Pas koncertit të mbajtur të premte në Hamburg, të shtunën, Ocarina është ngjitur në skenën e sallës kamertale të Filharmonisë së Berlinit, në kuadër të festivalit ndërkombëtar Choral Space. Në Hamburg, kori Ocarina u prezantua me program prej 8 veprash, ku ndërthuri krijimtarinë shqiptare me atë botrore. Repertori nisi me Të falemi o dhe, të Rauf Dhomit dhe vazhdoi me Deo Gracias të Benjamin Britten, 3 vepra nga kolona zanore e filmit Les Choristes të Bruno Koloe, Music in the Circle të Mendi Mengjicit, Një tokë, një kokë të Rafet Rudit dhe u përmbyll me këngën tradicionale labe, Janinës Qipan Syt. Koncerti u dirigjua nga sopranoja Elikona Hysaj Shala, ndërsa në piano u shoqërua nga Pranvera Hoxha. Mathauskirche është kishë protestante në Hamburg, e ndërtuar në fillim të shekullit 20, e njohur sot si një prej qendrave më të rëndësishme koncertale të Hamburgut. E vendosur pranë muzeve dhe institucioneve kryesore kulturore të qytetit, ajo është vlerësuar për akustikën e saj të veçantë dhe për programin e pasur artistik që bashkon muzikën korale, atë klasike dhe krijimtarinë bashkohore. Rrugëtimi mbreslënës i Ocarinave përfundoi në Berlin. Kamer Musikal Saal, salla e muzikës së dhomës së Filharmonisë së Berlinit, konsiderohet një prej hapësirave koncertale më të rëndësishme në Evropë. E projektuar nga arkitekti Hans Scharoun, si pjesë e kompleksit ikonik të Filharmonisë së Berlinit, ajo është e njohur për akustikën e jashtëzakonshme dhe për faktin se në skenën e saj interpretojnë rregullisht artistët dhe ansamblet më të njohura ndërkombëtare. Për një kor fëmijësh nga Kosova, ngjitja në këtë skenë përbën një arritje të rrallë dhe një moment që hyn në historinë e secilit prej antarëve të formacionit. Në Berlin, Ocarina nuk prezantoi vetëm interpretim vokal, por edhe identitetin muzikor shqiptar. Programi përfshiu Bareshën, kryeveprën e Regjo Mulliqit, në interpretim të ri të aranzhuar nga Edon Ramadani për kor, piano dhe çifteri, si dhe premierën botrore të veprës, Vjosa, A Song of Wild Eternity, të kompozitorit Aulon Naçi. Pas Gjermanisë, kori Ocarina do të paraqitet edhe në Greqi. Në 2 koncertet bashkë me zërat e fëmijëve është shpalosur edhe një copës e kulturës shqiptare, që vazhdimisht gjen vend në skenat më të rëndësishme të botës.